Jo. Haroj, më nuk e pjesë. Nuk dua. Sepse duke pasur njerëzit e duhur që merr informacione të ndryshme për dokumentare që Tefta realizon, mund të ndihmojnë në kuptuarit të disa fakteve që ti nuk i di akoma. Nuk dua lëre. Kjo është jotja. Se kanë bënë me... Një sekret është të... Sekret është të trurë. Ska të bëj kanë kaluar shumë fita. Po, e ke gabim. Këtu e ke lere, se ne gjykojmë si artist. Unë ati njeriu, unë ati njeriu, deri para se të fia, isha mirë, mund të takohemi të... Jam këtu, jam atje, jam këtu, jam atje. Po mi më morën telefon, më thekë dhe gjirë. Të takohemi. Po... Prioritara, në do më të shirë. Qke? A tu ti kupton që... Ej! Nëse, unë po të thëmë për këtë. Tani, që... Takoj Eva, ajo bë shumë e njohur në botë. Me një... 7 minutë që i kishte bërë. Që të regonde Akropolin. Edhe gjithë shtëpit publike që ishin poshtë Akropolit. Dikur. Dhe, në më thënë, Athina, qytetrimi helenik i antikitetit, e sot. U quat blasfemia, u bënami me atë. Po Evën unë e kisha shoqe, Eva Stefani. Ishte të rethi këtyre që familje shumë vjetra të Athinës. Nga 5-6 vjetë më të më dhenjë se unë, të gjithë të studiuar jashtë. Ajo që të për blasfemin është e vërtet, përdoret vetëm kur përdor figurat e shenjta. Pa tjetër, mo. Ajo që të blasfemi. Po pa tjetër, mo. Nuk mund që të blasfemi kur ti mallkon, për shembull, mallkimet janë blasfemi. Po. Kur ti mallkon, për shembull, dhe në italisht, që përdor Madonën, po, ajo është blasfemi, po. Jozefin, dhe është me ligj, po. Jezu Krishtin. Ajo që të blasfemi. Edhe? Në Itali nuk guxon ta përmendësh në televizion, se ike me sekonda. Po. Edhe takoj ato. Evën. Isha duke bërë një xhiro me babajnë te pedonali Akropolit. Atje vujdoli andes ushtari. Dhe... Një qëtë, ju them një gjë të dyve. E di sa të bukur jeni, keni 2 ditë që vetëm debatoni. Hidhini krave se më maro Big Brother i shiojni të lutem. Me kë? Zemër, shioje zemra ime. Nuk e ka mundua... Jeni shumë të bukur. E di sa të bukur jeni. Pritën me ardhë sekundë. Po jo, pyetje përgjigje s'bëj. E di, unë të filloni nga pyetjet. Jeni shumë të bukur. Jozi shiojni. Ngjo Lali, keni 2 ditë. Unë po shpirt, po veç më thuj. Do ta kishit zgjidh. Lejni këto debate për përjashta. Si është gruaja me burrin, si është zemra? Debat nuk i zgjidhni këtu dot. Keni 2 ditë s'po gjeni një akord. Shumë e zgjidhshme. Kapni për qafe njëri tjetrin, shijojni, kërceni, puthuni. Rozana, nuk po puth, Rozana, nuk po puth. Nuk po bëj qafon. Tani lejni këto gjëra. Kur e doni njëri tjetrin, keni 2 ditë s'po sqarojeni dot. Po jeni bo sikur keni 20 vjet bashkë edhe po ndani prona. Unë nuk dua me të debatoj, mo. Dua vetëm të kaloj çik mirë me këtë, nuk do më. Merë gocën kave për qafe. Burrin nuk e plotson gruaja, mo. Se